Po, Klodi është në fakt raporti vjetori i hartuar nga ana e qeverisë shqiptare majorancës socialiste përsa i përket procesit të integrimit, ku në vetvete qëndron një raport i gjithë punës të kryer nga ana e qeverisë shqiptare, gjitha hapat e ndjekur, vendimet e Këshillit të Ministrave të miratuar, projekt ligjet po ashtu të miratuara, por edhe aktet nënligjore. Kësaj përsa i përket këtij raporti, nëse do të referohemi le të themi në disa pika, vlen theksohet që sipas raportit thekson që Shqipëria ka bërë një progres të shpejt përsa i përket procesit të integrimit, duke u ndalur këtu tek mbyllja ose më saktë hapja e të gjithë kapitujve negociues në vetëm 13 muaj. Pra hapja e kapitujve dhe grup kapitujve çka i paraprin pikërisht edhe procesit më të rëndësishëm, ato të nisjes së mbylljes së këtyre grup kapitujve negociues me Bashkimin Evropian, çka është dhe procesi më i rëndësishëm para antarësimit apo hapit final ku vendet e Bashkimit Evropian do të votojnë me karton në Këshillin e Europës për miratimin e rekomandimit që do të jetë, le të themi, pas përmbushjes të gjithë kushteve dhe mbylljes të gjithë grup kapitujve nga ana e Komisionit Evropian për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Po ashtu, sipas këtij raporti theksohet që procesi ka kaluar nga faza përgatitore në një fazë intensive negociuese, duke ju referuar këtu asaj që tham më herët, pikërisht përmbylljes apo punës së bërë për afrimin e të gjithë legjislacionit shqiptar me ato të Bashkimit Evropian, por nuk është vetëm kjo çështja më kryesore, pasi çështja kryesore ashtu sikundër e ka theksuar edhe vetë Bashkimi Evropian, është jo vetëm parafrimi, por dhe zbatimi i ligjit që do të parafrohet, pra